Rikthehemi miq, ndodhe me banorët e Durrësit, me ata më të vjetrit e Durrësit, që janë bërthama e Durrësit, që preken sot nga projekti TIT dhe që dalin rrugë të madhe, sepse me aq leksa jep shteti, nuk e di se ku mund të blesh një gazonjere, jo një shtëpi, thon banorët. Zonjë, çfarë po bëhet me biznesin tënd dhe me shtëpinë tënde? Ke bashkëvenit? Unë jam ke vija e parë në qendër të Durrësit. Po, e dim shtëpinë tënde, sepse është direkt në shëtitore. Është dhe ky dyqani? Po, kjo këtu nuk shembet, restaurohet nga shteti, kurse kjo imja shembet. Po. Plus kam. Ky është ndërtimi i vjetër, a? I vjetër. Nuk e vendor ti? Absolutisht. As shtesë, as. Po fare, siç që në kohën e Enverit, kështu ka qenë. Se s'e lej kush të vinte një tull atëherë pa leje. Po. Tani, një ditë e bukur, na del kjo Tidi, edhe këto japin një urdhër që do pishe shtëpiat. Në gjumë atë Ramën që tha do ecim, do si në Athinë, si në Itali. Po, do zhvillojmë, po kështu ka thënë, ja. Ja, na si vend thot nuk është bërë konservim dhe trashëgimi pa kryer shpronësime të tilla. Po, të na thot kryeministri, si janë bërë shpronësimet atje? Se këtu tash është Tidi. Tidi tash po si prishen të shtëpiat që të bëhet një projekt. Ai ka projekt publik. Projekt publik ke unë është një lulishte me 3 stola. E kuptoj. Tash ky është projekt publik. Që të bësh një projekt kaq të rëndësishëm, sa thot kryeministri, do jepet dhe se çfarë do bëhet. I ka lënë sheshe, gjithë lagjen tonë e ka lënë sheshë të bardhë. Tash që të prish ti gjithë të shtëpia me dokumenta, dursak të vjetër, edhe do thot do prishen, mua më duket një gjë pa logjik. Erdhi një ditë e bukur, ditën e Shën Valentinit. Po. Erdhi në emër dashurisë, se kjo është dita e dashurisë. Po ne na la i dhërimi mbrapa. Se fjala parë që tha Saul, projekti do bëhet. Ky projekti këtij kaq madhështor, që po i nxjerr njerëzit në rrugë, i pëlqen ndofta. Ka atë uforinë që kënaqet. Po. Që të plotësoj ato, po ja. Ai të mendoj mirë për dursakët, për shqiptarët, kudo që bie plani, ore vlla jam dakord. Ra autostradë, ra rrugë, ra spital, do bëhet diçka, unë jam dakord. Po ke unë thot publik me i lulishte, kur Durrësi, shikoj zemra ime si është këtu, beton komplet. Këtu ka qenë lulishte. Lulishte kryevepra, me gjithë çatrivanin e vjetër. E ka bë beton. Urën, këtu tash do nxjerrin trashëgiminë e Durrësit. Po. Ke valiera, dolën rënojat. Rënojat. E Mulovi, e Varrosën, kudo që pa, pse nëse është për arkeologjikun, ne s'po shohim gjë që arkeologjiku që po bëhet. Kam 5-6 vjet që thoj, arkeologjiku siç ka qenë, s'kena pa një njerëz të gërmoj. Pra po thua që nuk po bëhet për arkeologji, po bëhet për qëllime të tjera? Sepse ne nuk jemi nga arkeologjia, ne jemi ke lagje tjetër. Është hap krauaj shumë nga ne, sa prishen 18 shtëpi në qendër të Durrësit. Po kjo prishe 18 shtëpiave ka një qëllim. Ka një qëllim që t'i plotësoj kryeministri dofta njerëzve të vetë. Ty të sqaroi kryeministri kur erdhi? Po kula njëri me fola ime zemra ime. Pat edhe një të ndaluar madje edhe në kërkim. Po ndaluar në kërkim kot se foli një fjalë. Ai ishte nga ne popullin s'tela me fol. Vetë fjala parë, projekti do bëhet. A thu ti ky është. Pra kjo ishte dëgjesa me kryeministrin, projekti do bëhet. Edhe nuk kemi marrë vesh pra si gjë, as jemi informuar, as jemi lajmëruar. Sa mi në gjenda në telefon, na thonë hajt bjerë dokumentet. Pse ti bjerë dokumentet? Ti ke dokumentet e mia. Ta, ju thonë tani, Tash i thot, gjedhe me telefonit. Unë si kam që me thënë drejt. Po çfarë do të çoj? Që ato e kanë ekranin ke bashkia që i din gjithë dursakët ku i ka shtëpia. Nuk jam dakord me projektin që të prishen, të restaurohen, të rregullohen, sepse është selektiv. Një prishet, 2 nuk prishen. Unë nuk jam dakord me të se ky është projekt shumë negativ dhe shumë popullin po e demoralizon. Po ne prap jemi në kam dhe çoj deri në fund. Nuk dua unë të thotë ai Atina, Italia, po na thot çmimin se kemi edhe ne njerëz, sa lek kanë marrë. Jo me aq lek se na thot ne do dali VKM-ja, jo veri, asgjë s'po bën. Ne simi dakord. Për projektin shtëpiat nuk. Çfarë do bësh nën? Unë shtëpi nuk e lëshoj. Me vdekje, siç e ka bë me gjak, deri në fund me gjak. Jemi ja ku jemi të dy pamshi, të gjithë do flijojnë, unë do flijohem e kam thënë dhe pa e them. Nuk se do jetën ma, 3 tolin këtu, plas vete, plas shpinë të njelem një histori.
Se kam 6 muaj telefonacione ekstrem. Jo, unë do... Nuk zgjidhet gjëja me Jo, dhunë. më mirë vdesi nuk shoh me dhunë. Ai kërkon dhunë. Unë e kam da me një. Unë e kam da. Të betohem për këtë zotë se jemi përballë xhamis. E kam da me një. Nuk e du jetër, ama do mbahet mend histori projektit Ajduti që po vret njerëz. Pa fajshë. Faleminderit.